Me një mesazh të dashur Luan, po fillojmë vitin me ju. Është 8 të ujit. Çfarë e pret Luan në këtë periudhë bazuar në energjinë e kësaj letre? Të dashur, stagnim dhe lodhje emocionale. Mund të ndihesh i zhgënjur nga diçka, nga një marrëdhënie, miqësie ose situatë ku ke investuar shumë, por nuk po merr mbrapsht atë që meriton. Dhe është një lloj ndjesie e bllokimit. Kreativiteti yt mund të jetë pak i ulët tani, ose ndihesh sikur po qëndron në një vend pa përparim emocional. Kjo letër shpesh sinjalizon për momentin kur duhet të largohesh apo një nevojë për distancë, dashur, nga diçka që nuk të ushqen më, jo nga inati, por për të kërkuar diçka më thellë dhe më të vërtetë. Por mundësitë pozitive të kësaj letre është fazë kalimtare që të shtyn drejt një kërkimi më të thellë shpirtëror, të dashur Luan. Emocional, pas stagnimit të vjen gjithmonë rikthimi i rrjedhës, absolutisht çdo derë që mbyllet hapet një tjetër. Mos e shtypi ndjesinë e zhgënjimit. Pranoj dhe pyet veten, çfarë nuk po më ushqen më, që të mund të ecni para. Kujto forcën tënde të brendshme. Ti je Luani. Dielli yt do të dalë sërish dhe absolutisht më i fortë. Mund të jetë periudhë që ndjeni kështu sikur çdo gjë është e ngadalësuar, e stagnuar, pak të zhgënjur, janë gjërat që janë të kalueshme. Në fund, kjo letër është një thirrje butë për ty si Luan. Lësho atë që të mban ngecur dhe hap rrugë për pasionin e ri, për gjërat e reja. Ti meriton emocionet që të bëjnë të shkëlqesh plotësisht. Luani shkëlqen gjithmonë. Pra, të dashur, mos jemi në këtë gjendje. Çfarëdo që të jetë, të largoni nga ajo që ju mban ngujuar me të kaluar, apo me çfarëdo lloj situate që jeni duke e kaluar tani.